Jezusi thot, unë jam drita e botës. Ai që më ndjek nuk do të ecë kurrë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Ai nuk thot se tregon rrugën drejt dritës, por ai është vetë drita. Krishti është prania, zbulimi dhe shpëtimi e Zotit që ndriçon mbi botën. Bibla na tregon se Krishti është drita që depërton çdo errësirë, mëkatin, vdekjen dhe djallin. Kjo dritë nuk varet nga ndjenjat tona. Ajo ndriçon edhe kur djehemi të dobët ose pa shpresë. Shenjti Ireneu ka thënë, askush nuk e nsheh Zotin pa birin, përmes dritës së birit zbulohet ati. Kur drita Krishtit na prek, ne kthehemi në jetën që Zoti na ka krijuar, një jetë në bashkësi me të. Dhe në fund, një sfide. Bëj një vepër të mirë në fshehtësi. Lër dritën e Krishtit të shndrisë përmes teje, pa qenë nevoja të dukesh vete.